Jo, fundi nuk kemi zoti, jo, po pjesërisht çfarë janë dhe magjistarët mund të përdorin dhe magjitë të zeza, që magji e zezë 40 ditë nda. Seriozisht nuk ka më shumë efekt? Absolutisht fare, 40 ditë edhe prishet. Po sa më larg këtyre aq më mirë, se nuk kemi të fushë magjive të zeza. Nuk kemi dhe s'kemi për të qenë, se pjesërisht po shikoj që jo dua një magji të zezë, jo dua një magji të bardhë, pjesërisht nuk i bëj këto gjëra, se unë jam vetëm te parashikimet. Por janë gjëra që nuk bëhen. Nuk është mirë. Nuk është mirë, për arsye se shikoj që njerëzit bien shumë viktima dhe në momentin që më komunikojnë, nuk kanë atë besi. Në fierë. Fierë Elbasane, ku të duash ti Berate? Ku të duash? Pjesërisht janë gjëra që njerëzit bien edhe viktima. Më shumë një kuriozitet. Po. Me çfarë bëjnë magjin? Pra mjafton një foto e një personi? Shiko, apo për shkak fjalë bie, nëse mua, ku diun, një kolegu imi një ditë ose e dashura ime ose dikush tjetër më jep diçka për të ngrënë, të ruhemi nga ushqimet? Shiko, pjesërisht të them që un kam qenë vet dikur viktimë e magjisë. Viktimë e magjisë para në vitin 2022, un kam qenë për herë të parë që kam dalë në Top Albania Radio, në Top Channel në një intervistë. Mbas intervistës, mbas 2-3 ditëve unë jam smur. Nga xhelozia. Nga xhelozia dhe kam qenë shumë keq. Domethënë, vetja ime po bështe një skelet po pa u futur në arkivol. Dita ditës dhe binja. Pastaj thash po jap koraj vetes, po jap forcë. Po si që ishe viktimë magjisë? Man të ëndrave, më del një plakë e vjetër, më thotë, shiko, thotë se un kam marr foton tonë dhe thotë ma ka çuar dikush, thotë më ka porositur dikush për të të bërë ty magji. Vërtet. Po. Dhe pjesërisht magjit bëjnë me anë të fotove. Ne që dalim në ekran, s'kemi shpëtim. Nuk ka se tani çdo një nuk na bëjnë dot. Sado që të tentojnë nuk na bëjnë dot. Nuk kanë atë fuqi.